Territori shqiptar për datën 30 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell, ndërsa në relievet malore gjatë pasdites priten vranësira kalimtare. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të lehta. Pasditja vijon me motë të ngrohtë dhe mundësi të ulta për reshje të dobta lokale në zonat lindore dhe juglindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare, nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 20 deri në 34 gradë Celsius. Kukës, 17 deri në 32 gradë Celsius. Peshkopi, 16 deri në 31 gradë Celsius. Tiranë, 19 deri në 32 gradë Celsius. Durrës, 21 deri në 31 gradë Celsius. Kavaj, 20 deri në 31 gradë Celsius. Elbasan, 18 deri në 34 gradë Celsius. Berat, 21 deri në 35 gradë Celsius. Korç, 14 deri në 29 gradë Celsius. Vlorë, 22 deri në 32 gradë Celsius. Gjirokastër, 18 deri në 33 gradë Celsius. Sarandë, 21 deri në 32 gradë Celsius.